Mbram, ishim me disa vëllezër dhe po tregon një xhamatli, një vëllai jon musliman, thot u ballafaqova muhabet me një person i devijuar, që mendon veten që është në udhëzim. Edhe këshire çfarë fjalë i ka thonë. Këshire çfarë fjalë i ka thonë dhe kuptoni këtë çka ka thonë shehu. Tu bisedu personi tjetër i devijuar që mendon veten që është në udhëzim, i cili është në udhëzim thojza 30-40 vjet, mjek në terin kërthis, i thot këtij xhamatliut, thot po, ju jeni inil hukmu illa lillah. Kështu i thot. Ju jeni inil hukmu illa lillah, të dosh me nënçmua. Inil hukmu illa lillah është ajeti kuranor. Vendimi, gjykimi, ligjvënia nuk i takon dikujt tjetër pas Allahut. Ajeti është. Ky udhëzimi me mjekën, 3-4 vjet udhëzim ka, i thot një xhamatliu të ri, po, ju jeni pe atij grupit inil hukmu illa lillah. Kjo ajet kuranor është. Ti as i jepi si grupit. Ti nuk i jepi këtij grupit që gjykimi takon vetëm Allahut. Qëre? Duke dash në nëshmim e dho. Çka thot hoxha? Thot, dituria u bo sindi më i panjohur. Derisa e konsiderojnë më bidat dhe devijim. Pra e konsiderojnë grupacion të ndryshme devijim më inil hukmu illa lillah. Bidat më inil hukmu illa lillah. Kjo me praktik vëzni pram. Ditën ka ndodhur pram në tregoj e vëlla musliman. E panjohur. Shumë e panjohur. Dhe kur i tregon ti për X çështjen ajet kuranor, pika erdhe me këta. Ka dur kjo mesele. Ka e lidhe këtë çështje me këtë ajet. Qysh u lidh? Shumë e qartë. Shumë e thjeshtë. Shumë e qartë, shumë e thjeshtë.